Viti 2026 ka nisur mjaft mirë për atletikën shkodrane. Pas suksesit në kampionatin dimëror të zhvilluar në Elbasan, ku Vllaznia është fituese si ekip, vinë 2 gara ndërkombëtare, fillimisht mitingu i Bullgarisë dhe Ballkanjada e Serbisë. Me trajnerin e atletikës shkodrane Bruno Rotani, i cili stërvit afër dhe me mjaft pasion talentin shkodran Franco Burraj. Profesor, 3 aktivitete rravazi që atletët shkodran spikasin. I kënaqur? Thëmë drejtën, shumë i kënaqur me paraqitjen e atletëve tanë. Në veçanti me Franco Burraj, i cili bani paraqitje të mirë në kampionatin individual në Elbasan. Po ashtu me një miting që u zhvillu në Bullgari, ai doli i pari me një rezultat shumë të mirë. Gjithashtu dhe së fundmi kampionati ballkanik që u zhvillu në Beograd, mori medaljen e bronz, vendi i tretë. Them drejtën, jam shumë i kënaqur me rezultatet e Frankos, sepse nuk ka kaluar një periudhë shumë të mirë. Ka qenë një periudhë gripale, por kjo nuk e ka ndaluar që të bëjnë rezultate shumë të mira dhe të marrin medalje në këtë periudhë. Konkretisht për Franco Burraj, 2 gara në hapën kohor të 2-3 ditëve nga mitingu ndërkombëtar i Bullgarisë të Sofje direkte me Beograd të Serbisë për Ballkanjadën. Një ngarkesë kjo për atletin tuaj? Patjetër që është një ngarkesë, të pas parasysh dhe gjendjen gripale që ai ka kalu. Por duke marrë parasysh që stërvitjet kanë qenë të rregullta, ai ka përballu dhe ka dalë me sukses në këto aktivitete. Por gjithashtu do të vazhdojmë përgatitjet për kampionatin botëror që do të zhvillohet në Poloni. Medalja e artë në Sofje dhe e bronza në Beograd janë një garanci për botërorin dhe për garat e tjera? Patjetër që forma do të rritet dhe shpresojmë që dhe në kampionatin botëror të thyejmë dhe rekordin kombëtar, i cili mahet po nga Franco Burraj. Ku zhvillohet botërori dhe ku? Do të zhvillohet në Torun të Polonisë me datë 21 mars. Profesor, diçka edhe për përfasimin e atletëve shkodran në Ballkanjadën e Beogradit, ku ju ishit i përfasues i Shkodrës, i Vllaznisë, së bashku me trajnerin e ekipit kombëtar Stërmasi. Them drejtën, ekipi shkodran u përfaqësu me 5 sportistë, me paraqitjet mirë të banën Kulin Dukirin të Rahapsh, Muhamet Çangeli në Zxhatit, Dërën Idrizaj në 60 me pengesa dhe Leandro Çardaku në 60 drejt. Të kënaqur jena me paraqitjen e tyre. Do të kemi edhe aktivitete tjera që shpresojmë të bëjnë një paraqitje edhe më të mirë. Profesor Riva, i herë për sukseset Franco Burrajt, që stërvitet nga ana juaj dhe shpresojmë kemi rekord. Faleminderit.